Kryeministri Kristian Mickoski nuk pret ndryshim në marrëdhënie dhe atmosferën midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Sipas tij, atmosfera midis dy vendeve do të bëhet edhe më nxehtë sepse, siç tha ai, në vendin ton ende ka struktura politike dhe shoqërore që janë të gatshme të gjunjëzohen para autoriteteve bullgare dhe të jenë indibuti politikës së jashtme maqedoneze. Derisa kemi struktura politike dhe forca shoqërore, unë nuk pres ndryshim të raportit me fqiun lindor. Ne si qeveri jemi gjithnjë të gatshëm dhe sigurisht që jemi të gatshëm të pranojmë ato argumente që mbizotrojnë ashtu siç presim që pala kundërshtare të pranojë argumentet tona nëse ato mbizotrojnë. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi kundër përgjigjet Mickoski duke i thënë se për 2 vite nuk ka bërë asgjë, ndërsa tani flet për reforma. Ja, Kristian Mickoski paralajmëroi se në qershor do të bëjmë progres. Çfarë progresi do të bëjmë? Ai nuk ka bërë asgjë për 2 vite. Tani do t'i zbatojë të gjitha reformat deri në fund të qershorit. A do t'i bëjë ndryshimet kushtetuese? A e keni pyetur nëse do t'i bëjë ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të jemi vërtet, siç thot ai, krah për krah me malin e zi, sepse është e qartë se çfarë duhet bërë. Filipçi shtoi se përparimi i vendit është i qartë. Realizimi i ndryshimeve kushtetuese janë kyçe për vazhdimin e procesit eurointegrues të shtetit.